Po ju, çka ju shtën me bashkëtu të gjasës? Shumica e njerëzve thonë, e thajnë qafën, janë vrarë me vetë në të mëjtën shka të të bënë. Që thonë qaj shka ra pe i dardës, dhe të vjen me mpa. Qështë e ka përmenë. Ju vëllartin e tronë pe i dardës? Ha? E tash për me ra pe i dardës, do të më konë dy sene. Ha? Mësimet janë dy lloj. Ose mësohësh duke lexu, ose mësohësh prej përvojës. Ha? Ai shka është i mençëm, mësohet prej leximit. Ama ai shka nuk ka i mençëm, mësohet prej përvojës. E masë ne i përvoja i bëhet mësim atina. Ai ki qatë. Ashtu unë mendoj që xhallat janë do thotë pjatinëve të cilët janë mësuar prej mësimeve. Unë në fillim e përmenda do thotë hadithin e madh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka Xhibrili ka pas shpresë do thotë me hijen mesin e muslimanëve me i pajtuar. E kjo është ajo motoja kryesore që i çon do thotë xhallat apo thonë që me i pajtuar musliman se e ditë se çfarë se vapi i madh është. Kjo një. E dyta, ata të cilët janë rrezu pi dardhës, ha, të cilët do thotë ju ka vrarë tani vllaja, kanë pas tani belaja, e ditë se çka do të thonë më kanë me bela, e kur dëgjon për tani kanë tjetër i vjen keq i vjen. E ai pa i thonë kur kush shkon thotë, "Go, unë e kam pasur të hallin tanë, e kam pasur të dertin tanë." Edhe e di se çka do të thonë, do thotë kjo punë. Quve vëlla falja se unë ja kom falja, sukur ti, edhe unë e kom pasur problem. E zakonisht në kësi raste, do thotë kur shkojna në përpajtime, mundohemi me marr tani kan, i cili e ka bën një vepër të madhe, që e ka fal gjakën apo ton. Edhe kur ti shkon ai është një shembull, një rnek, ha? Dhe me këtë e ke pas një problem. Nëse nuk po ditë çish me zgjedh atë problemin që kum ki mua, i rnek, ha? Edhe thjesht e ki mustrën, me çat mustrën edhe ti do thotë mundesh me dal pi atij problemit tanë çka e ki. S'pedi apo kupton? Do thotë për secilin punë duhet një rnek, duhet një mustër. E as i mustra na kemi plot në mesin e muslimanëve. E duhet me shfrytzuar ato rnek. Sa të janë rneka për të mirë, mustra për të mirë. Edhe do thotë duhet na më kon krenar me veprat edhe me punët e tyre. Se nuk ka le ti dikujt me afal gjakin. Ama kur ti dikujt e afal gjakin ti më bëhesh një rnek, bëhesh një shembulltyr. Ha? Edhe njerëzit të respektojnë, edhe të nderojnë për çat punë të madhe të cilën ti e ke bërë, do thotë mesin e muslimanëve, edhe të morrin ty për rnek edhe për mustër. E thonë kur filani mujti me shtri dorën po ti kush je? Ha? Ose kur filani ka çka mashki apo thon po u bë burrë dhe shtrini dorën po ti, edhe njerëzit ta shtjellën të përzitë dhe pavë. Mas filani pas ka bën për bajadën. Për ata sy do thotë këta burra të cilët do thotë falin, janë njerëz të cilët do thotë janë shembulltyr në shoqëni. Ha? Edhe na gjithmonë krenohemi do thotë me punët e tyre, edhe i morrim për rnek, po ka dini herë çish më thonë i morrim edhe krah për me animu, më thonë ti nëse nuk din çish me gjet një zgjedhje apo një dalje çe, ku e ki zgjedhjen apo daljen, i cili ka pas njëjtin hall dert apo halomat më se ti, po e ka zgjedhur rifi edhe pi aty momenti do thotë është më rahat. Pse se njëri kur e fal e leton shpirtin e vet edhe e leton do thotë trupin e vet. Inshallah Allahu do xhalali shton do thotë këto raste. Po këto njerëz burrave të mira. Çe thonë, ja, e thënë çafën janë vrarë me vetin e të mytën. Po, ai do thotë janë njerëz dobët apo unë mendoj që janë njerëz dobët edhe janë njerëz do thotë pa lexuar edhe njerëz që s'kan rapi dardhës. Ama zakonisht të njerëz do thotë kur bin pi dardhës, atëherë e morrin vesh tamam se çfarë gabimi pas kanë bërë. Unë kam pas për shembull një shok i cili jo për kësi probleme. Po thjesht apo thon, hajde kena me shku filani se i ka dek baba. Po gale mama, ajde. Do thotë se kishte data apo thon, hiç me shku me të pamë. Ama kur i vdiq baba atina, vet kur i vdiq, u çum na shoshnia me shku me pa, ani pse nuk vike me na pa neve. E kur shkum na me pa, e kuptoja se çka do të thonë i pami. A beson sot apo thon kur ndodh për shembull tani vdekje dikun, shpesh ra vjen më për kujton hoxha filani ti ka dek baba, po shkojna me pa. Ha? Pse? Se e ka marrë vesh se çka do të thonë, më ardh dikush më thonë, mos u mërzit me burra këtë. Ha? Pas kalon baba, po dunjoja vazhdon edhe pa babën tan. Ama atëherë sa nuk i vdiq baba, nuk e di se çisha kjo punë, ama kur i vdiq, atëherë mur vesh këtë punë tamam. E këta njerëz të cilët thonë, "Hajde le ta thejnë qafën", aty na që ka thënë qafa hala. Ama kur t'ju thehet qafa, e merr vesh tamam se çka do të thonë, hajde le t'ju thehet qafa. Për ata sy do thotë, na nuk duhet me bën dua për keq, apo nuk duhet çish me thonën me u solidarizu me ata të cilët nuk i din hallat edhe dertet e muslimanëve. Ha? Pse është do thotë një rëndësi e madhe shumë me pas një hasëm, se nuk je i lirë, nuk mundesh as me dal me punu, po keni hall do thotë nuk mundesh me shku me kry hallin tan, po duhesh me çu fëmijët në shkollë, po do thotë me kry punë tjera. Për shembull nëse hin në malësinë e madhe, për shembull thonë në Shqipni, pa din sa fëmijë ka nuk mund me shku në shkolla, se vepi hasmive që i kanë mes veti.
E tash për shembull ai munohet mi avra fëmijën, që mi gjek zemrën tamam, apo të. E çka ka faj ai? Fëmia do thotë i cili hala do thotë nuk e ka kuptuar, do thotë që baba vet për shembull ka pas problem. Edhe rritet e rifit pa shku as një ditë në shkollë. Pse se do të menet i mshelt. E mi qel dikujt na derën, ashtu do thotë një sevap i madh shumë. Ashtu që do thotë spako, thonë se nuk mujna dikujt na më kry një dert, me bën dua për ta, lutje me bën. Me thonë inshallah Allahu do gjithë i pajton ja i ndreqe, i rregullar. Ato lutje të cilat do thotë ti ban për danikan, janë lutje të cilat shkojnë te Allahu. Edhe s'dihet Allahu do xhelal kujna e pranon lutjen e me lutjen e danikujna që e ka bën, tamam pi zemrës për hallin tan apo për dertin tan, Allahu mëshirohet, ja zbut zemrën edhe kryhet çaj problem. E spaku do thotë do të më pas një ndjenjë, ai din që më thon vallahi unë smuj me hin këtë punë, po inshallah Zoti i marsa apo Zoti i rregullar. Ama kur njeri do thotë mrin do thotë në çat drejtë që mos më pas dert punën e vllavit vet musliman, atëherë ai do të më kontrollojë imanin e vet. Për shka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, do të thotë ai i cili i ka zonë besë, ha? Do të thotë ditës gjykimit, edhe ka besuar në Allahun xhelal, masane ashtu që ka thonë men ra'a minkum munkaran, do të kush e sheh pi ju një punë të keqe, ha? Fel yughayir biyadi, le ta ndron atë punën e keqe me dorën e vet. Masane ka thonë fe lem yastati fa bilisani, po nëse nuk ka mundësi me ndru me dorën e vet, me gjuhën e vet. Fe lem yastati bilisani fa bi qalbihi. Po nëse nuk ka mundësi me ndryshu do thotë me dorën e vet, atëherë çka? Me zemrën e vet. Wa hadha ad'afu al-iman. Po kjo me zemrën e vet është pjesa më e dobët e besimit. Ama kur njeriu do thotë e hup edhe që ta pjesën më të dobët besimit që edhe me zemër nuk ka qef që dikush më kon mirë, edhe thotë le ta thënë qafën ki mo, i ka fshin durët me imanin, me qatë veprën e keqe që ka dikush i ka mo. Ha, se iman nuk ka veç me thonë Zotin jashtë, ose iman nuk ka veç me besu që dush më falë, ose iman nuk ka veç për shembull me besu që dush me dhanë zeqati. Jo, iman është edhe mi pa musliman bashkë. Dhe thotë edhe kjo pjesë është e besimit edhe e imanit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për imanin, ka thonë el imanu bid'un wa sab'una shu'batan. Do thotë është 70 disa pjesë, e kupton? E me besue edhe me pas shef që muslimanët më konën bashk, është pjesë e imanit. E kur ti të hupët kjo ndjenjë, atëherë do thotë duhet me kontrolluar vetveten. Me thonë çka problemi apo thonë çka unë nuk pendi këtë dhimbje çka e një vllav jam. Ha? Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për vllaznillëkin islam, çish i ka përmend, ka thonë vllaznillëki islam, ka thonë është sikur një trup. Ha? Sikur një trup. Kur trupin do thotë një pjesë damtohet ose hip temperatura, ke trupit i hip temperatura. Ha? E ke pa do thotë njëri kur është i smut, nuk mund të më thonë apo temperaturën ku t'ja match, desh në kom ja mot, desh në rësjetëll, desh në gojë, desh në veshmje është një atë termometrin, ose pi larg me mot, se kur çeta i shkapi motin këto për këtë smundjen e bollës, e ke pa ato termometra pi larg ja mot temperaturën, këtë njësoj e ka. Ha, pse tamam din dhimbte. E na musliman, në qatë moment që ka i kina hup ndjenjat për vllaznit ton, ha, që aje shka do të letë bonhët, e kemi qëtë situatë dhe qëtë ndjenjë të ranë, shka këtë dunja e lunë me neve, sikur shka ato lunë të thotë me Arabësët. Këtë shko ishte Arab, këtë kanë probleme. Për shka? Se i kanë hup ndjenjat për njani tjetrin. E kur ti hup dikush ndjenjat për njani tjetrin, atëherë më dha Allahi që ndorë prej te. Inshallah Allahu do të nuk që ndorë prej neve, nuk na ban inshallah për atë shka s'na interesojnë thjesht apo këton, hajt le ta thajnë qafën apo këton, po inshallah na ban për atë që s'paku bile, mos mushim me ndihmu me thonë o Zot, marrsojbe, rregulloj. Pse se tek e fundit ai problemi i tina nëse ato nuk marrsohen, nuk rregullohen, kam na godit danjonin për neve. Edhe sa raste na për shembull që do në Shkup kemi pas kur dikush akon i hasmu me danikan, e sebe pi hasmis tinve, ka dek dikush i pafajsh. E rifikal mu knaq këtu apo ton, edhe me pushu, ku ta pash, valla u vrajt filani, psebe, po valla i fisheki kish ku dallash. Sa i fisheki nuk vet, ka me shku. E ka drejtimin e vet. Edhe kush ti del përpara, me bariçolla i koft. Valla s'ka pas faj, po s'ka pas faj ama. Ka faj është çka s'kemi bona dua që ato mund drejç. Se ato kur të ndreqen, na ketë nena rahat, po ato kur nuk janë rahat, as nas jemi rahat. Ha? Dhe thot sa raste kem kur njerëzit për shembull kush i kanë tani kanë çka ka belaja. As kushit nuk janë rahat. Pse? Se kur nuk di se kur ka me kërsit ati kallashi.
Hefta. Ai ka shku me vrat haspin, ama ti aty ku ishi. Edhe ti me ta shkon, ha? Çish më thonë apo ai u ki lip mjegëll, ha? Edhe nuk e vet masani mo, çka u bë tek u bë. Ashtu që secili problem i danikujt na tjetër, në shoqëni reflekton keq. Edhe shoqënia nuk ka të thotë rahat. Ama kur njerëzit thotë janë ketë rahat edhe shoqënia masani bëhet rahat. Çfarë është ato shembulltyra e Islamit? Po është ai shembull që kur është u kollë shtëpia dikujt e nuk rënë tek këshir valla mirë po vrapon me dorë gjase edhe joti është rrezik. Ashtu po, do thotë duhet me vrapu, do thotë me shkull me shkim, po ka dhënë herë tregohet një mesele shumë interesant me Ibrahimin alayhis salam kur e kanë gjujt në zjarr. Ja shu bubrreci e ka marr një pikë ujë. Sa mundet me çu bubrreci uja këtën? Edhe ka mundur të shkojë ta shkimë zjarrin. Ama shka shejtani alayhi la'ne, edhe çasaj pikës vogël, apo të çatina bubrrecit i ka dalë nut, koxhamit i shejtani, edhe ka dashur me mua hajgare me ta. O bubrrec, ku e të shku me ti? Gjatë këtë zjarr të madh apo këtën, nuk mund me shkim ku ta di se sa njerëz, ajo pika jote, e din. Ama bubrreci çka ka thonë? Ka thonë o shejtan. Nuk ka më rëndësi kjo pika ime sa zalm ka me shkim. Ashtë më rëndësi me ditë Allahi unë në cilën anë jam. Do thotë unë jam nënë në Ibrahimit a.s. Pika ime ashtë një dëshmi, edhe na. Nuk ka më rëndësi, a kena me mujtë me pajtu dikan. Ashtë më rëndësi, na çfarë ndjenje kemi. E Allahu du Gjelal na shpërblen për ndjenjat. A kemi çfarë? Do thotë ti për shembull kur ulesh edhe thu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ti me vetin tanë do thotë po thue shahadet. Ha? Allah ja shpërblen? Po shpërblen edhe shumë shpërblen. Le që shpërblen po ta mjell një dru në xhenet. Shka në hirin e tina, dush me hetë 70 vjet me kali, ha? Për çat llaf çka e thave. Po kjo është një llaf i gojës me vetin tanë edhe me Allahin, a kupton? E njëjta është edhe një ndjenjë kur e kiti për një vllavin tanë. Edhe ki qef më u kri problemi atina, Allahi ti ta krin një problem tanin. Na nuk kemi nevojë të thotë Zoti më na kri problemi, po vallahi. Do thotë shumë kemi nevojë, do thotë shumë probleme Zoti më na kry. Po për shkak dikujt na e pështjellën punë, për atë arsye se nuk ka mendim të mirë. E kur nuk ka mendim të mirë, ju pështjellën punë të vet, ama kur ka mendim të mirë, edhe lutet për musliman të mirë, Allahu do xhelal atina s'pali herë ja çon mirësinë, masani ja çon çetërkujnë. Për atë arsye do thotë njëri do të më kon pozitiv edhe me mendu pozitivisht. A kupton, kur kemi në shoqni njerëz të cilët mendojnë pozitivisht edhe lutën për musliman pozitivisht, Allahu reflekton hajra dhe bereqet do thot në atë shoqni. E me atë pozitivitet që e kanë, me atë iman që e kanë, Allahu dhul Gjelal i furnizon. I furnizon edhe i qelë edhe dyrët e qiellit, sikur që e ka përmend Allahu dhul Gjelal në Kur'an. Walau an ahli al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-sama. Me konse një banorët e një vendit apo të një kanë frikë Allahu dhul Gjelal, se na jetu përmend ke frika këtu, do të thotë çka hin mi pajtu. Do thot, edhe besojnë, Allahu dhul Gjelal do t'ju qelë çka furnizime prej qiellit. Edhe shumë shivna shka vinë, për shembull, edhe shumë bereqetën do thot çka vinë për hatër që aty në burrave të mirë, të cilët do thot nejnë të shtëpia vete dhe bojnë dua me thonë o Zot, be pajtoj be musliman, ndreqi musliman, rregulloj musliman, ha? Jeton me hallin dhe me dertin e muslimanëve. Ama çaj i cili s'ka dert edhe hall të muslimanëve, masani Zoti ja bën hallin edhe dertin e vet, e suni del Zot hallit vet edhe dertit vet. Pse se na jemi krijesat dopta, çka zemrat tona janë dur të Allahut dhul Gjelal. Ai i sill ç'është ka qef. Inshallah Allahu dhul Gjelal na i sill zemrat tona ka herë dhe ka e mira, çka menojna mirë për muslimanët, nuk menojna keq për ta. E çaj çka menojnë mirë për ta edhe do thotë ju kyçet këtij problemi me një seriozitet të madh, Allahu i shpret bereqet edhe i pajton, do thotë muslimanët. E mu pajtu muslimanët me vetë është një prej punëve të mëdha shumë. Çka sot është duke mungu shumë në mesin e muslimanëve. Inshallah Allahu dhul Gjelal shpret rahmet mbi zemrat tona, mbi shpirtat tona, pajtohemi do thotë me muslimanët. Se sa raste për shembull kemi kur hoxhallarët me vetis sfolin, ha? Çka e kanë kryer shkollën me një vend. Edhe i din njëjtat ajete, i din njëjtat hadithe për probleme banale, për gjona kur gjën hiç kupton, i kanë prish muhabetit edhe nuk folin. Kur ata janë shembulltyra e umetit, e mos folmi do thot për ata të cilët do thot nuk kanë mësuar dhe nuk kanë studiuar dhe nuk kanë rapi dardhës. Shikoj çka e përmendëm do thot në fillim. Se me pas rapi dardhës do ta kish më kon pak më i mençëm. Inshallah Allahu do të shpreha që thotë atë këtu një drejtë më madh mirë s'po hi. Po çashtu po. Është një drejtë i madh, inshallah Zoti ja bëton ja të komunat në drejtë të madhe, na udhzon ka hajër dhe ka mirë.